Pas pushimit pranveror, sot ka rifilluar procesi mësimor në gjithë arsimin parauniversitar në vend. Në disa prej shkollave që i vizituam sot, nxënësit u pan të jenë të përgatitur dhe me energji pozitive për të vazhduar me pjesën e mbetur të vitit shkollor. Pushimet pranverore kemi kaluar shumë mirë, pushimi ka qenë boll i mjaftueshëm. Tash jemi dalë në shkollë, kemi filluar jemi përgatitur për mësimet, edhe kemi një kohë shumë të shkurtë, se për pak vjen testi gjysmaturës. Besoj që po, do të thonë, kjo ka qenë një ndryshim i madh, sidomos edhe për nxënësit, sepse nga pushimi te mësimi është një ndryshim i madh, sepse janë mësuar tash me pushu, edhe besoj që shumica e klasës janë gati edhe janë përgatitur për periudhën e fundit, se periudha e fundit është edhe njëra prej më të rëndësishmeve, sepse duhet mi përmirësu notat, më marrë me mësime më shumë, edhe besoj që po, shumica jemi përgatitur. Ndërkohë dhe drejtuesit e shkollave thanë se janë të gatshëm të përballen me sfidat e mbetura deri në fund të vitit, duke theksuar rëndësinë e një bashkëpunimi të ngushtë midis nxënësve, prindërve dhe stafit arsimor. Kujtojmë se me 15 maj përfundon mësimi për klasën e 12, me 5 qershor mësimin e përfundojnë klasat e 9, 10 dhe 11, ndërkaq me 23 qershor mësimin e përfundojnë parafilloret dhe klasat nga e para deri në të 8.